Me fajtorin kryesor turizmin për reklamën që është bërë Shqipërisë, investimet e huaja në sektorin e pasurive të paluajshme po rriten gjithnjë më shumë. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, gjatë vitit të kaluar janë investuar 379 milionë euro, duke regjistruar shifrën më të lartë ndonjëherë ose 17% më shumë se në vitin 2023. Të huajt mund ta shikojnë Shqipërinë si një mundësi për të investuar për pasurinë e tyre të dytë të tretë, e cila përdoret pothuajse gjatë gjithë vitit. E para është lokacioni nga ana tjetër i Shqipërisë, duke qenë shumë afër me vende të zhvilluara për turizmin, siç është pjesa e Kroacisë, siç është pjesa e Malizisë, siç është pjesa e Greqisë. Në të njëjtën kohë besoj që vazhdojnë të investojnë në Shqipëri edhe për shkak të sistemit të taksimit. Nëse do të kishin qytetarët e Gjermanisë apo të Polonisë apo të Çekisë, kudo, do të kishin një pasuri të dytë apo të tretë në vendin e tyre, do të paguanin shumë taksa se ç'pagojnë aktualisht për një apartament apo për një pronë në Shqipëri. Vija bregdetare e vendit e shoqëruar nga faktorë të tjerë ekonomik, po bën që të huajt të blejnë gjithnjë më shumë prona në Bregdet, duke rritur edhe vlerën e tyre. Kryesisht në rajonin e Jugut, ku gjatë vitit të shkuar, çmimi për metër katror arriti deri në 4.000 euro. Me përqasjen e investimit në zonën e Sazanit, ashtu siç është investimi në pjesën e Durrësit, ashtu siç janë marinat që janë duke u ndërtuar në Vlorë edhe në Orikum, kemi pasur interes dhe nga pjesa përtej oqeanit, po themi pjesa amerikane, sepse ata perceptojnë që në një moment kur duhet të ketë një investim amerikan në këtë zonë, në këtë pjesë të Europës, patjetër që ka garanci të shtuara dhe patjetër që ka një kthim investimit të shpejtë, kështu që hajde të hedhim një sy nga Shqipëria dhe të investojmë. Dhe buxhetet e kërkuara për të investuar në Shqipëri nuk janë buxhete qindra mijëra euro, pra me 150-200.000 euro, që për një shtetas të huaj është një buxhet i pranueshëm. 24% e investimeve të huaja të kryera në Shqipëri kanë qenë në sektorin e pasurive të paluajtshme, duke bërë atë sektori më tërheqës për kapitalin e huaj. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë vlerëson se deri në fund të vitit të shkuar, stoku investimeve në këtë sektor ka arritur deri në 2 miliardë euro.